Për të tretën herë me radhë, Egnatia fiton kampionatin shqiptar. Përjetimi i plot sa çfarë ndodhi në ndeshjen finale. Nga rrëfimet e tribunave. E kishe menduar çdo viti këtë ditë? Asnjëherë s'mund ta mendoja kurrë. Që të mos rikujton historinë, po Egnatia shkruan historinë. Egnatia, kampion. Deri tek sfidat që kanë kaluar lojtarët në fushë. 3 vite rradhës që është Final Four, jemi ekspertë e Final Forit. Ta zoti na shkon bardhë në Champions League. Something you remember all the time is Rafael Duamena. Këtë vit mendoj të kemi edhe pak fat dhe shpresoj që të arrijmë klubin e Konferencës sepse vetëm kjo na mungon. Ndiqeni të plot vetëm në Andale Sport. Miq të Andale Sport, ja ku jemi në takimin tonë të fundit në finalen e Andale Sport. Çuna goca filloi vera. Na erdhi. Po na presim. Jo, filloi botërori se vera për ne fillon nga gushti këtë vit. Deri 19 korrik ka botëror, pastaj ka verë. Për ne që ndjek futbollin, nuk e di Lëre për aman tjerë. se ishte një sezon shumë i gjatë Kloro. U lodhëm çik. U lodhëm, po kampionati shqiptare vuri edhe kurorën e vet, e mori Egnatia, kështu që ne do ndjekim pak çka ka ndodhur aty se kemi një material të filmuar special aty nga afër. Ndjekim pak çka ndodhi te finalja e kampionatit shqiptar. Edhe ti ishe për çfarë bën Po kohë. mirë, na zbukurova. Ndjekim pak çka ndodhi tek finalja e kampionatit shqiptar, pastaj kthehemi për të vijuar me episodin. Jam këtu me një ish lojtar të Egnates që ka përjetuar futbollin nga afër aty, Tan Aliu, një legjendë e rrogozhinës, tani sheh ekipin nivele kaq të mira dhe fitojnë kampionatin e tretë me radhë. Si ndihet? Jem shumë i gëzuar, dihet që u vi nga Milano, se kam vite që jam në emigrim. Jam pothuaj i gëzuar, është kampionati i tretë radhës që Rrogozhina po fiton dhe unë e përgëzoj për shembull si skuadër dhe presidentin, gjithë stafin, edhe pse trajneri për shembull është i ri. Një dede, është një legjend, po 3 ndeshje, por me rezultate që vetë edhe ju i dini, me 2 fitore të A e prisje këtë vit që Egnatia të merrte kampionatin, se ka qenë vendin e tretë dhe te Final Four i bëri, ata po them, përmbysë duke fituar të 3 ndeshjet. Në mendimin tim është një nga skuadrat më të mira në Shqipëri për kampionatin shqiptar. Dhe pse jo? Edhe pse ti është për mos si po shkaka kampionati, ne nuk diskutohet e ka pas dhe lëvizje lojtarësh dhe dëmtime dhe gjë, por unë besoj edhe pra unë jam kohë dhe besimin duket se Tani kur ke luajtur ti, Egnatia nuk ka qenë ato nivelet e larta, po them, por koha ka ndryshuar dhe tani është ekipi që ka fituar 3 herë kampionatin. Si ndryshon koha? Diskutohet, koha ka ndryshuar, futbolli ka marrë një rrjedhë tjetër. Unë jam futbollist i viteve 90 deri në vitet 2000. Por jam shumë i gënaqur me Egnatin dhe qytetit, për shembull ka dhënë një emër që non e prisja prej viteve drejt. E kishe menduar çdo viti këtë ditë? Asnjëherë s'mund ta mendoja kurrë. Kjo banderol thot erdha, pash edhe fitova dhe Egnatia atë po bën. Si ndihesh ekipi dhe kampion për 3-ën herë me radhë? Fatikisht tani ne s'u kemi mësuar, edhe nuk ose ka bë përshtypje, se jemi mentalitet fitues, po dua të them edhe diçka për tifozët e tjerë, që të mos rikujton historinë, po Egnatia shkruan historinë. Egnatia e shkrua thua. Dhe ti e bën një banderol për Egnatin, apo jo? Tani si ndihesh që ky ekip ka 3 vite me radhë që del kampion, se i bie një dominim total i futbollit. Tash ne presim vetëm Kupat e Europës, se vetëm ajo na mungon, që kështu shpresojmë inshallah që këtë vit të ecim në fazat që janë në grupe. Tani tjetër kupa na mungon, do fitoni Champions, se me Inter. Jo, Champions. Me Inter e keni provuar një. Po në fazat e grupeve Conference League, Europa League, fazë çfarë mund. Mendoj se është ky viti që Egnatia të provoj, po them grupet e konferencës pak. Besoj që Egnatia do të hyjë akull, do marrë pjesë në grupet e Conference League-s këtë vit. Cila është pika më e fortë e këtij grupi? Pika më e fortë është ekipi që është bashkë, që është vetëm në një. E boka Egnatia sapo ka filluar, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Conference League për këtë vit. Egnatia po fiton kampionatin e tretë me radhë 2-0 ndeshën deri tani, besoj edhe deri minuta lojë. Ti quaj para kohë apo jo? Po, patjetër. Kampionati po vjen në Rrogozhinë tek Egnatia, ekipi më i bukur dhe më simpatik i superiores. E presim me padurim këtë trofe të tretë dhe jemi shumë të lumtur. Si qytetar të Rrogozhinës dhe si futbolldashës jam rritur me këtë
në këtë ngjyra dhe me zgjuar pres këtë trofe. Ata kisha marrë mend ai ditë që Egnatia do ketë një ekip kaq fort për gjithë Shqipërinë. Jo, unë vetë kam qenë Servitje dhe nuk ma kishte marrë mendja kur që Ignatia dhe ishte një emër kaq i madh në futbollin shqiptar. Çfarë do të thotë për qytetin e Rrogozhinës? Si qytet, të thënë drejtë, qyteti i vogël, por që po bën historinë e futbollit. Është një qytet i vogël, por me investime dhe punë, siç ka treguar edhe presidenti ynë, arrihet shumë me disiplinë. Dhe nuk ka të bëj me numrin e popullsisë, sepse ishte ashtu Kina dhe India kishin fituar Kupa Bote. Fusha 11-11 këtu. Por Ignatia është ekip simpatik dhe më i bukur superiores. Duhet ta shijojmë, vetëm ta shijojmë këtë ekip. Pa atë këndon ne. Egnatia, kampion. Egnatia, kampion. Egnatia. Ka mbetur edhe 3 minuta lojë, Egnatia është gati të festoj titullin e 3 me radhë në histori, ta shohim pak reagimin që do kenë lojtarët dhe stafi. Titulli i 3 me radhë, Elion ishe i dëmtuar për një pjesë fundit të kampionatit, por u ktheve Final Four dhe bëre më të mirën tënde. Si ndihesh? Ndjem shumë i lumtur. Ka pas, siç e thatë, dhe ju një periudhë vështirë me dëmtime, sidomos afër fundit, por që në fund ja arritë, do të thonë që kisha të bësoj ndeshjet më të rëndësishme të Egnatas. Edhe sot është një ditë speciale për ne, për këtë klub, sepse 3 titull radhës është një arritje shumë e madhe. Normalisht ishte e treta vërteta, normalisht tre kampionate, tre vite radhësi, nuk është as pak e lehtë. Ky ndoshta ishte për shumë tifoza i pamundur, po ne arritëm që të ishte i mundur. Tani keni qenë gjithë kampionati, po them një ekip që ishit vendin e tretë, por në fund e përmbysit duke fituar të 3 ndeshjet. A beson dhe grupi që në fillim këtë objektiv? Normalisht që ishim gjithë organika ishte për titullin e radhës, normalisht për gjatë rrugës ishte me vështirë shpeshherë, por 3 vite radhës që është Final Four, jemi ekspert e Final Fourit. Tani ekspert Final Fourit, a ka ardhur koha për një kompeticion europian, po them? Shpresoj se po. Mendon që do të ky vit i dur? Shpresojmë se po. Një tjetër trofe këtë vit duke pak e pamundur, por ja që Egnatia fiton të 3 ndeshjet Final Four dhe i përmbysit gjithë. Çfarë emocioni është? Normal është emocion i madh sepse ky vit ka qenë me shumë bryla, me shumë mundime, me shumë sakrifisa. Më në fund ja dolën dhe jam i lumtur. A besoni çunat, po them, edhe pa filluar Final Four që do arrijë këtë objektiv duke e vështirë? Normal besimi ishte, vinim nga disa humbje dhe normalisht psikologjikisht nuk ishim shumë mirë, por besuam te cilësitë tona, te kualiteti jon, po bëjmë gjithë bashkë dhe treguam që mund t'ja dalim. Trofeu i 3 me radhë, pa mendon që ka ardhur koha, po them, për kompeticionet europiane për Egnatin. Ta zoti na shkon bardhë në Champions League, është ëndra ime të kalojmë një tur dhe shpresoj të na vim bashkë. Para se të futeshim në Final Four, duke shumë e vështirë. Ky është mikrofoni, do thush diçka. Tifozët me vogël Egnatia s'ka diçka për të thënë. Po ne, Egnatia. me thënë të drejtën, ne si çuna, si grup e besonim shumë, edhe treguam që ndeshjen e parë me Elbasanin, që donim ta fitonim prapë këtë trofe. Ajo që e karakterizon Egnatin është ky grupi, domethënë është grupi fitues, edhe besoj se e meritonim që ta fitonim këtë kampionat. Duke e vështirë, por besoj grupi çunat ka patur edhe besimin që pa filluar Final Four që mund të fitojnë të treja, apo jo? Po, është e vërtet. Ishim shumë, sidomos mbas humbjes kupës, e kishim objektiv të qartë që donim të fitonim kampionatin.
edhe dha maksimumi dhe ja sot këtu arritim ta ngrem prapë trofeën e tretë. A mendon që ka ardhur koha ndoshta për një pjesëmarrje në Kupat Evropiane tani? Po normal, besoj se të gjithë e duam këtë gjë, edhe shpresojmë që t'ja arrijmë të kësaj radhe. Tani jemi djalë vogël apo jo? Po presë një Që qytet. që tani e ke bërë tifoz? Edhe në pyetje. Që tani e ke bërë tifoz? Po, Po jemi Egnate, se kemi djalin? Paris. Paris se me Egnate. O, dhe Paris dhe Egnate, dy fitore bashkë. Po. Falenderoj dhe urime shok. Faleminderit. Paris, ciao. Jam me Fernando, kampionati i tretë me radhë për të. How do you feel third in a row for you and for Egnate? It's very good. I'm very happy now. I want to enjoy this moment because it's not easy three championship direct. Something you remember all the time is Rafael Duamena. I love it. He's my friend for my life, you know. I know everything with Duamena and where I go, I don't know. Yeah, I stay together with me always. Kemi duruar, na kanë temuar, na kanë sulmuar, na kanë thënë që sullo federata, sullo X, sullo Y, dhe s'merrni titull, s'bëni. Në fakt Final Four është biri 3 radhës që tregon në fushë. Siç e pat, ju kam thënë në studio atëherë që ekipi i madh nitet me ekipet. Po të na lën arbitra të luajmë, neve nuk na pengon dot njëri dhe kjo është e vërteta. Skuadra ka konfirmuar kontratën 2 vjeçare Bakayoko, u kthye Bitri, presim dhe një lojtar shumë të mirë në Shqipëri, hajse po ta them, mund të vi dhe jemi në tentativa me Satmalen. Për e të parë po themi Po këtu. edhe kemi dhe presim dhe në një gjë tjetër për të rregulluar pak pika. Tim këtë thënë që ka surpriza të veçanta vera, po unë besoj që ndoshta grupet europiane janë një objektiv për këtë vit apo. Ne pretendojmë si vjet, mase jo famën e Skënderbeut, jo famën, po famën e ekipeve ku ishte Daja, ky trajner i madh i Shqipërisë, për të shkuar atje. Kemi një trajner të madh si Nevil Dete, diti ta nxirrte skuadrën nga problematika të thjeshta që kishte nga mungesa e trajnerit për sëmundjen dhe për dënimin. Nevil arriti të bëjë një skuadër, t'u jap besimin, do të luajnë më të zotët, më të mirët, ata që përgjigjen grupit dhe kërkesave taktike. Ky është kampionati më i bukur, pasi ka qenë kampionati më i vështirë. Kena pas goxha sfida gjatë gjithë sezonit me shumë ulje ngritje dhe trofeu ishte kulmi i asaj që kemi merituar në fushë. A mendon që është viti i duhur për një pjesëmarrje në kompeticionet europiane? Patjetër, ekipi do jetë më i kompletuar se çdo vit tjetër. Kemi mbledh marrëveshjet me 2 lojtarë që ishin në fund të kontratës. Kemi marrë 3 të tjerë, presim dhe me një goditje të fundit jemi gati për t'i ofruar trajnerit gjitha opsionet e mundshme. Albano Aleksi vrapon aq shumë sa me zit kapa dhe kur mbaroi ndeshja. Çfarë emocioni është trofeu i tretë me Egnate, titulli i tretë me radhë? Mendoj se ky vit ka qenë më i suksesshëm për mua në karrierë sepse normalisht ishte një kampionat shumë i fortë. Të gjithë vitet Elbasani dhe Vllaznia kanë bërë një kampionat mirë. Të plot merit. Por Egnati gjithmonë në çelën e sezonit futet për trofe dhe mendoj se ky ka qenë kampionati më i suksesshëm dhe më emocional për mua sepse duke pa konkurrentë që ishin forcuar shumë, mendoj se jam i lumtur për veten, për familjen radh pas sidomos dhe për shokët e ekipit. U duke vështirë, u futet Final Four, po them si vendi i tretë, por arritet gati të pamundur duke fituar të 3 ndeshjet. E besoni çunat dhe pa u futur këtë arritje të madhe? Normalisht na kishte pak besimi, por me ardhin e personevilit çdo gjë ndryshoi për mirë. Harmonia e grupit ishte prapë aty, por duke parë ndeshjen e parë të më sa të bësh kërcimin? Jo, nuk do bëj kërcimin. Unë du t'ju them që kur Isai thotë për mite që kjo është gjashta më e mirë superiores, jo sot ka 6-7 vite, po dhe 3-4 vite tjetër gjashta superiores më e mira. Është emocional, mëse shkoj. Tani, a është objektiv kompeticionet europiane, kupat europiane, se 3 trofe, mendoj që ka ardhur koha edhe për një Conference League pak. Patjetër, normalisht ne jena mërzitur dhe vitet që kaluam, sepse kena pas mundësinë realisht me arrit diçka të rëndësishme për klubin vetëm tonë, po edhe për Shqipërinë sepse sa më shumë të arrish në Evropë, edhe Shqipëria i del emri për mirë dhe për çdo gjë, por mendoj se këtë vit presidenti mendoj se duke folur çik mes mediave të tij raportet janë më të mira nga lojtarët e tjerë, sepse edhe më i vjetër në moshë te kapiten. Ka bërë 2-3 goditje, shpresoj të mbajë 2-3 goditje të tjera dhe këtë vit mendoj të kemi edhe pak fat dhe shpresoj që të arrijmë grupet e konferencës sepse vetëm kjo na mungon. Realisht edhe kjo na mungon. Falenderoj dhe urime edhe një herë. Faleminderit.
Ignatia e bërit pamundur i fitoi 3 finalet e Final Four dhe mori kampionatin. Ignatia bëri historinë, po unë kuptova pse ti po ndodhin këto gjërat sot. Se para se të vite këtu ditën pak ju çpua goma bicikletës. Pra ti dhe hysa i vuani këtu në Shqipëri me këto mjetet tuaja. Na ndalon policia shpesh. Pastaj pa problem me kartën SIM. Unë thash çka ka Flori, kush e ka marrë mësysh, po ishte shumë king aty me atë veshjen zyrtare për fest. Shiko, unë nuk doja ta bëja pak më bukur se thash do iki shkëlqimi trofeut, do vi shkëlqimi. Ja tash pak veten. Pra ishte trofeu që refuzoi bënte foto me ty që mos ti merresh shkëlqimin. Jo trofeu, nuk e di ku zhduk. 2 minuta ndenj aty edhe u nis për Rogozhin direkt. E mori direkt, e zhdukën direkt. Po mirë, i lejohet çunave. I lejohet, kishte bërë një fest të madh mbrapa Rogozhin. Ndoshta nuk kanë dashur ta bëjnë Elbasan për shkak se aty do vinte edhe ekipi i Elbasanit edhe atë se konflikti i vogël. Unë mbaj mend që Xhoda pjesë e Ignatios na tha do e shtrojmë fuqishëm tash, kështu që unë pres në një ftesë tani, të shtrohemi në Rogozhin. Ka shtrime prap. A pa meritoj? Do ta meritoj. Tani nuk është ne nga ata që duhet i bëjmë qylit, po e meritojmë. Tani, ore, vrati pranon dhe mreti. Me që ne kemi episodin e fundit, këtë herë nuk kemi të ftuar, por i takon atyre që na kanë ndjekur të ftuarit tan, që na kanë bërë pyetje. Jo. Kemi bërë një pyetje në Instagram dhe të gjithë kanë bërë pyetjet e veta. Por ato çka kanë dashur të morësh në qaf. Po, ngjaj me Di Marco, se ka ra drejt pyetja. Po, më tho, është në një lidhje. A, si jeta private tani? E nxorri, nuk kam ç'i bëj. Pyetja e parë që na ka ardhur. Për të dy apo një ti? Jo, për të dy. A kam për ose mund të bëjmë dakord me një mendim. Për të dy s'është më bukur. Jo, mund të bëjmë dakord me një mendim. Episodi që ju ka pëlqyer më shumë. Nga të që keni gjëru. Po prit tani se kjo është ajo përgjigja që të këngëtarë. Kënga më e bukur janë gjithë si gishtat e torës. Jo, para tjetë për diplomatike e kthejmë gjithë një përgjigje në po. Që më ka pëlqyer më shumë. Dhe kemi patur 35 të ftuar, jo pak. Që më ka pëlqyer më shumë, është e vështirë tani. Tani unë do marr shumë kot mendohem, ishte mirë mendoj ti ndërkohë. Tani. Shoh dhe emrat. Që më ka pëlqyer. Pa diskutim fare, di kush episod nga pëlqyer më shumë. E di unë, sepse ka qenë vetëm një episod që unë kam ngrit kokën këtë sezon dhe ka qenë episodi kam ngrit kokën këtë sezon dhe ka qenë episodi live-i. Po quhet live. Ai që dojmë me Djeg Fanellën që morën për kota. Jo, ato di që mora Fanellën humbë Reali, po ato di që u rafën 2-1 Bernabeu. Kur ishin me Gazin që veshët i Fanellën, po. Kur ishin me Gazin dhe Reisën, që i përshëndesim me qirallaf. Ndryshe nga ti, ky është episodi që nuk ka pëlqyer fare. Do të thënë po ta bëj do ta bëj të fundit këtë gjithë ti. Që më ka pëlqyer më shumë për mua, ka qenë, nuk po them një, kanë qenë 3 me radhë. Ka qenë kur Shqipëria fitoi me Serbinë, ka qenë episodi para, episodi Serbi dhe episodi pas marrë ndeshje. Të 3 ata episode kanë qenë më të bukurit për mua. Për vetë ato që ndodhi për çfarë ndodhi atje. Dakor. Unë isha më shumë tek ajo javë për mua ka qenë java më e bukur e. Po mirë, prit se ky bëri me Ile përfshiu 3, më përfshi edhe unë 2. Jo, përfshi 2, po them ajo javë xhirimesh ka qenë më e bukur për çfarë ndodhi. Mirë. Unë kam javën e Realit, por kam dhe atë javën masi Partizani fitoi derbin. Që tha Bicaj, vem basta Bicaj? Po. Vem basta Bicaj, vem basta shumë. Ta shifrit madhë, thot që bënda di stadium mik te i ka ne kap lojtar, nërë telefon Bicaj. Shko... Dhe të themi që ishte një ditë... Shkoj të Murata i ballafaqoj të dy. Dhe të themi që ishte një ditë shumë i bukur. Dhe me shime ke Partizani, pa në qyrë kohurime për thirën komtare, në ndero. Ecim! Pa shpano ndje. Po bëndë performancë mirë së vitje. Pano në kemi njësh. Pyetja tjetër. I ftuari që ka surprizuar më shumë. Ndoshta për mirë apo për keq mund të jetë? Prit i shoh çiklistat, ka surprizuar. Të ka surprizuar. Juliana Nura jo. Juliana Nura ka qenë. Me thotë drejtën njeri më energjik nuk ka Juliana parë. Po Juliana, se mos ta bollafe prap. Juliana e ka. E mirë. Unë nuk kam parë njeri më energjik në jetë, më thon drejtën. Ora po them nuk e mbante vendi, ul aty, dha 7 deklarata të ndryshme, se njeriu e di kur jep deklarata. Dha 7 deklarata para xhirimit, pas xhirimit gjithkohon me energji ishte. Por unë Juliana ka qenë. Nuk je dakord ti? Që më ka surprizuar, jo, nuk më ka surprizuar Juliana. Më ka surprizuar Gjergj Stefa, që na dha disa lajme, na tregoi për Dukën, na tregoi për Balliun që me origjinë nga Spanja. Pra Gjergj na dha shumë lajme interesante që nuk i dija. Herë e parë, se ka ardhur dy mretin. Pra, për mua ka qenë Gjergj më ka surprizuar më shumë me ato që na tha. Edhe Kladi Kola për mua ka qenë interesant. Domethënë, po nuk na ka surprizuar. Jo, nuk surprizuan, por është interesante ta shohësh një arbitër që është aq i lirë shumë, është aq komik, po them aq. Patjetër. Edhe ai dhe Lorenci do dishin shumë. Edhe Albina dhe Vlonjat, që aty është diferencë e madhe. Flisë edhe me Tesna Vlora.
Momenti me qesharak që keni patur, që ndoshta dihet apo nuk dihet. Ndoshta nuk ka dal, po ka qenë backstage. Që nuk dihet, mos, nuk më kujtohet. Me qa u fiksova që qesha me ty atere? Se qa thej një gjë tia, se qa u fiksova unë? Nuk më kujtohet. Të kush episod? Kur ra më abeti për tik në Tajland, mba më që kemi qesh me Sarën këtu? Që nuk gjironin do të qesh? Për Tajland? Po. Shka e tjo? Kishte ndodhë dhe Leicester, kishte ndodhë probleme me Leicester në Tajland. Nuk e di kemi dhënë ata apo jo. Kemi qesh diku te 20 minuta. Unë nuk pushoja dot. Kishte ndodhë problem me Leicester në Tajland. Që 3 lojtarë kishin nik nga ekipi dhe ishin kap me ferma tajlandeze. Lady Boy. Dhe na kapi një moment që nuk po, domethënë dhe ne po imagjinoni vetëm vendin e atyre. Më shumë nga gjitha. Ai ka dalë 20 minuta episod, por ka qenë xhirim 65 minuta total. Aty kom qesh aty jam knaq. Po vërtet e kisha harruar atë. Aty jam knaq. Pastaj jo me kur të mori Dembeleja topin e artë që u preve fare. Mirë, kjo ishte me thënë diçka që nuk prite dhe moment që Sharaki i vogël. Po kjo ka qenë gjallë shumë, kjo ka qenë gjallë. Po vërtet është. Debati më i fortë që keni pasur. Po ta lë ty të parë se unë e kam mendje, po nuk sa që mendon ti. Për mua Barsharal ka qenë. Barsharal ka qenë 2-3 herë ka vijuar me episode ndryshme. Deri kur doj me djeg fanellën, veshon fanellën, ka pat momente kulminante pa fund. Ta doj gjatë fanellë. Ka pat momente kulminante. E di kur është debati më i fortë i Joni? Jam dakord me këtë, po ne kena pas debat më të fortë. Jo, formacioni 10 viteve të fundit Partizani Tirana. Po, e mbaj mend. Sa jena zonë për informacion. Ai debat ka vazhdu publikisht, ka futet tifozët komentojnë. Ai debat ka nis para regjistrimit, me shefen këtu. Nuk pinim dakord, pysim regjinë e kush na thoshte ne me. Kishim Sergjon atë çunin e vogël me Tiranën, o zoti mo, sa jena, unë kam përshtypjen aty ka qenë debati më i fortë akoma. Po, ka qenë fakt. Ka qenë po gjithmonë diçka kur kërkon një vend specifik, që ishte një lojtar formacioni, kishim 2 lojtarë apo 3 gati edhe ishte vështirë ta bëj. O zoti mo, ai ka qenë debat shumë. Jam garant po ta bëj prapë tani, prapë do zihemi. Ja, informacion. Tani vetëm shikoj të zihemi prapë. Prit, kë mund të marr nga Tirana Partizanin unë? Tani aktualisht. Hajde bëjmë të shpejt informacioni aktual. Më i mirë sezonit shpejt. Në port Pano Çirko. Më i mirë sezonit. Pano Çirko. Jo. Para Bekajt. Mos ja fut kot. Beka kombëtare më. Jo, Beka kombëtare është. A kemi kohë ta vazhdojmë këtë debat? Beka kombëtare është. Pano falsum ke dhuru Dorezat. Por edhe ky do të parë që edhe Beka është për të mirë. Kombëtarja shqiptare e futbollit është më lart në ditë botërore. Por Kosova shkoi deri në finale të edhe ne shkojmë deri aty. Po çfarë do pra me fut kështu nuk i del fundi. Pano Çirko. Pik. Mendimi ose parashikimi më i saktë që keni patur për këtë vit. Keni bërë. Kur ka nis sezoni, punktatën e parë, ky zotëria këtu, tha, ishim me Meglin. Po. Ka qenë për Champions. Na pyeti Megli. Parashikimi për Champions dhe unë gjithë vetbesim thash këto 2 fjali bashk, dëgjojeni. E para thash Tottenhami do shkoj larg. Ju Tottenhami për Champions mirë. Ça bir leshi. Ka si me kampionatin. Dhe e dyta thash Parisi do jetë shumë dobët të sezon. Gjeni ça ndodhi. Se na iku maestro lapsi. Unë më mend që kam thënë një parashikim që domethënë mbrapa e merr dhe mirë që deri diku e gjeta. Kam thënë që Galatasaray do bëj diçka të mirë Champions edhe ishte nga këto ekipet jo favorite që bëri mirë. Jo bëri mirë, shkepi Juventusin, ecim. Thash do ishte një ekip madh pra. Shkepi Juventus. Bëri. Këtë më mend që kam, si më thënë, ka qenë diçka që e parashikova, pastaj kam gabuar me Arsenalin që thash nuk e shoh mirë këtë vit. Po. Arsenal thash e shoh mirë, më sa më mirë. Unë thash nuk e shoh aq mirë dhe bëri mirë se fitoi Premier League, shkoi në finale mirë për Arsenalin. Unë kam thënë që Arsenal fiton Premier League, kjo është e vërtetë. E mbaj mend. Po. Aty ku shtova pra. E mbaj mend, po. Diku kemi gabu, po diku dhe kemi gjetë. Kështu që Parisin e kam qarë fare. Ti ke pat mendim saktë që për fat keq ke pat mendimin e saktë që kombëtari nuk kualifikohet botëror. Po, që na lejtë. Ju shumë natë që ke pat drejt aty po. Do doja mos kisha. Do doja të gaboja. Si ja bëri Aleksi. Do doja të gaboja aty. Po ata shin vjen keq tani jeni subjektiv. Vetëm doja të gaboja aty po. Mendimi ose opinioni që ka zemruar më shumë njerëz gjatë vitit. Tani janë 2. Ti sa që thash tani. Tani janë 2. Jo ma për këtë, jo më burr. 2 opinione janë që u tërbu rjeti. Se edhe me kombëtare pata goxha reagim atëherë.
Kur thej që nuk kualifikohet dhe humbet. Pate sa dush. Tani, se tani jam plan. Tani, 2 kanë qenë momente që kanë reaguar më shumë. E para Juliana Nura për Ronaldon. Po. Shpërtheu një rreti aty ka qenë u bën meme, TikTok. U bën meme pafunde. Gjithandej edhe Juliana vetë mori me sportivitet, merr dhe mirë që mori ashtu. 1 dhe 2 kur Gjergj Stefa tha Ivan Balliu është nga Spanja, nuk është ka lidhje fare me Shqipërinë. Fakt. Aty shpërthim prap komentet në rrjetet sociale me pafund. Por aty shpërthyet ka qenë 2 momente me Julianën morën pak më shumë me si ide memesh, me Gjergjën e trajtuan më shumë fotogërkimeve. Gjergjën e morën shumë më seriozisht. Fotogërkimeve pan. Prit tani, Gjergji është ai kasetari i vjetër vlla dhe ka është njohje sa garant nuk ka si të gaboj. I di çka që thot. Thjesht shqipet s'doni me pranu këtë fakt dhe ju sulën kundër. Si të sulën mu për Shqipërinë që nuk kalon botror. Gjergji vlla e di çfarë. Edhe unë do doja që ti të gaboj aty. Kur kam pa thashë Mantho, çfarë këto që thua. Ti do Manthon Afrike. Ka pa video duke qenë në Varshavë. Pra kisha marrë. Pas keni shplar më 3 kilometra larg të pa video që kolegu jot thot nuk do kualifikohemi, thua Mantho. Pas ke shplar, mirë. Para s'merdi rroga një muj mu. Bëj shaka. Pritet kollaj fare nga. Hiqeni këtë. Po të kishe një të ftuar ëndërrash, këtë do të kishe. Një të ftuar që do doje patjetër në studio. Po mund ta shfernojmë, themi dhe emra tuaja apo jo. Di unë këtë doja të kisha. Silvinion, Masejiko. Silvinion? Po, Masejiko. Do doje dije ç'a ndodhi vërtet. Masejiko, po. Po jo vetëm këtë, do doja dija pra skenat, gjëra, pra fjalët që rrezon me Hasanin, a ishin të vërteta. Se ka shumë Silvinjo. 3 vite pati shumë gjëra. Ore patë gjë konkrete me Mushin dhe me Metin. Na than për agent për gjëra, e vërtet. Në 3 vite pati shumë gjëra që ndodhi dhe kishte shumë pyetje për të bërë. Ai e bërë një tip konferencë, po nuk se pati. Po konferenca sa të bëhet pyetja të përkthehet italisht, sa të përkthehet nga italishtja prap shqip, iku çerekore. Silvinjo për mua do e kishim mbas largimit, jo para nuk e doja. Po fakt gjithmonë kombëtarja ka interes më të lartë edhe për Shqipëri Silvinjo mendoj se ishte ai ftuar. Po interesi thjesht për të më ditë prapa skenat e gjës. Përshkruaj bashk prezantuesin. Bashk moderatorin. Bashk moderatori, që është dhe autori, se duhet thënë, është një e keqe e domosdoshme, do thosha unë. Pse e keqe më? Po tifoz e Barcelonën, tifoz me Tiranën, ku diuni shkreti? Po tani mos na nxirr gjë. Me Tiranën, nuk kam xhiruar Partizanin. Tash i ke xhiruti, po foto tu kanë me shall Tiranën që dal. Po mirë, shiko, tani preferenca lejohet. Dakor, unë kam bërti Partizanin këtu tërkohës, ti e mrej. Po ti deklaru por nuk ka nevojë fare për ty. Partizonale, ale. Bashkëpunëtuesi im është njëri i rekordeve. Njëri që ma bëri qefi. Jo, pa në fund lejohet çoka. Shiko, u dhe Mantho jemi me thënë drejt dy tipologji të ndryshme të bërit media. Mantho gjemon më shumë lajmin, më të fundit, ekskluzivet. Unë më shumë shkoj te episodet më të gjata, po them bëj një gjë, po mundohet ta bëj më të madhe, po them, përfshi shumë gjëra brenda. Ti gjemon këto detaje, gjërat e vogla. Pra, dy tipologji të ndryshme apo plotësojmë njëri tjetrin, kështu mendoj unë. Yin dhe yang janë ato. Është kështu. Ka se do më shante në fakt se jo, më kështu mendoj vërtet. Sepse një kryefjalë e këtij sezoni, duhet thënë. Mes meje dhe te ka qenë Mantho pusho. Mantho mbylle. Ta dini ju sa minuta janë prerë nga ky emision. Do thënë, çka ka dalë nuk është më gjatë nga ajo që është prerë. Edhe këtë nuk ka njëri ta mohoj. Dhe ishte, do shkoj gjatja. Je bërë me boj. Ka më mbyllje të bukur se kjo lidhje. Jo, është e mbyll shumë, s'ka rëndësi fare. Ku ta mbylli kështu, me aksidente. Po merr ngjyrën e bluzës, po kamelon. Për treguar si jemi në vërtet, o çfarë futa vetes me këtë bojën. Po bësh komplet blu apo. S'ka gjë, kështu ta mbyll episodin, bëni çfarë doni, bëni meme, bëni si doni. Shiko, ishte me vërtet sezon i gjatë, i bukur, ka pat ato momente të vështira, momente të bukura, përpara është botrori. Dhe kemi 40 ditë që do jemi vetëm live, prandaj mbaron ky projekt, por 3-4 ditë fillon një projekt tjetër. Do kemi diçka shumë të bukur për botror. Sa bukur. Po mbyllim detajet e fundit, nuk po them para kohe ç'a do jetë, por do jetë, ju garantoj, edhe kur e them nuk gënjej, do jetë gjëja më e bukur e botrorit për në Shqipëri dhe jo vetëm. Nuk keni parë ndonjëherë më parë në Shqipëri gjë të këtij lloji që do vinë në ëndale për botror, do kemi gjithë yjet tanë që do përfshihen pak te ai projekti. Prisnin për ta parë keni, por që të jap pak, vetëm pak nga ajo që do shohin. Ndiqeni vetë çfarë thon yjet e ëndale për botrorin dhe pastaj kuptojeni vetë çfarë do ndodhi. Për pak fillon botrori, si ndihesh? Shumë i lumtur. Kush mendoj do e fitoj? Jam me Brazilin. Je Brazilin? Brazil. Ç'ne? Po nga që ardë dëmtu Neymari du të futën vetë në sul. A nuk është ka lidhje me brazilianët me këto? Ka pak lidhje. Unë jam me Francë.
Unë votoja me Francën. Je me Francën? Çfarë lidhët me Francën? Si lloj gjë. Puthja franceze? Absolutisht po. Kush janë dhe kush luajnë? Gjithë ekipet e botës. Jo me gjitha. Kush mendoj të marrë botrorin këtë vit? O Franca? Franca ka për ta marrë po. Fitov të i miri, paqen në botë. Jemi ne, si jemi? Po ja, ne nuk jemi. Po si jemi ne mos fitoft asnjëherë. Mirë, le dili gjithë jashtë, vetëm kur vi Shqipëria luhet botrori. Brazili. Për arsye që tu të kesh byth fitosh botrorin. Po kush e fiton këtë vit botrorin? Këtë trofeun këtu? Ore, është për Portugalin jam unë për Kristianën, e kupton se... Ja më Kristian dhe e prishë për Portugalin sa të moshi kapë le. O vlla, unë jam me Francën. Kush e fiton? Me Francën. Po të kishe mundësi ti një takim 1 orë me një nga lojtarët e botrorit. Këtë do e diskutoje pak, këtë lojtar. Neymarin. Ço do i thoje? Nga që vi për herë me gruën e vet. Pas ke qëllime tjera, Al. Fitore Brazil. Brazil obrigado. Se më kapin emocionet, mos më qanë ti të takoj ato tipa atër. Po ç'ke burr? Osman Dembele. Po. Gjeni çfarë do ndodhi episodin tjetër. Gjeni dhe Dembele. Qa kratësia. Ore, se më vërtet. Po e dje, burr. Veç Cristiano Messi di për sot i jam asnjëherë. Pse? Janë të zonë. A është ai që kafshon i Barcelonës? Suarezi. Ha. Ato do të. Po ç'do me të? Ta pyesja thonë pse kafshon rob. Po do të kishe ngurë dhe? Po mirë, do kishe qenja këtu. Ta vërtetoja që e bën Suarezi atë. Mirë. Mund ta mundsoj takim me Suarezin në shpejtë që mendon. Po ç'a do ishim ne? Dhe ku do dilim ne pa patur stafin që rri aty mbrapa? Marceli te regjia, Sara dhe Gende që ka qenë ndonjëherë regji. Po? Vini te audio, Niki ka qenë te audio, Marvi te audio, operatorët e terrenit që kanë ardhur me ne të gjithë xhirimet e terrenit. A keni bërë të Valentini me Angelën dhe Megin që përshëndesim ka ecë fort. Se ka pas Andale Sport Terren çdo javë, që ka pas studio që ka ecë goxha fort me episodët që ka patur edhe stafi i madh që ka punuar për këtë gjë. Prit, se harrova të falesh edhe këtë tjetër të rëndësishëm. Ma thuj. Kemi pasur episode, puntata, ku sidomos dihet që të ftuarit bie momentin e fundit dhe na është dashur të xhirojmë ditën disa orë para transmetimit në premierë. Po. Dhe ai që ka vuajtur ka hequr zin të ullirit, ka qenë Flori në montazh, bashkë montazherin që ta përshëndesim atë. Bashkë montazherët që ndonjëherë ndroheshin, qëllon të kush ishte ditë. Përshëndesim gjithë çunat se i kemi lodh. Ishte kështu me meritë për kohë, 1 orë duhet dalë, 1 orë duhet mbaroj. Kështu që ti përshëndesim çunat se ata janë lodh fort. Në fund fare gjithë kam ngrënë kurriz, si ta dini. Paraj do atrokitet për ty, me shekë nga në kështu. Faleminderit. Unë them ta mbyllim me nder, ta mbyllim me një takim si ato që takojnë për kontrata. Për kontrata. Ana bëj foto kështu, prit. Ai ta bëj. Prit. Po ke kanë marrë ti këtu. Takim po je shumë i bukur. I presi. I se po foto për prezantor. Andale!